Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama se nuk ka urgjencë për kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Sipas Berishës, qëndrimi i Ramës pas vendimit të gjykatës kushtetuese ku vendimi për çështjen e Ballukut ishte 4-4 përbën një paralizë të ekzekutivit ndaj gjykatës. Ky është dëshmi edhe një herë e paralizës nga ekzekutivi i gjykatës kushtetuese. Sot, Edi Rama kërcënoi në mënyrën më të paskrupull prokurorin, gjykatën dhe u zotua se do mbroj gjerë në pikën e fundit të tij veten dhe Lubi Ballukun. Kryedemokrati paralajmëroi se çdo ndërhyrje e mazhorancës në ligjet e drejtësisë për të mbrojtur individ nën hetim përbën një grush shteti. Në mënyrë kategorike asnjë vot për asnjë hap të kreut të organizatës kriminale dhe organizatës kriminale në mbrojtje të krimeve dhe vjedhjeve të tyre. Asnjë vot nuk do ketë. Berisha lidh gjithashtu këto zhvillime me procesin e integrimit evropian duke pohuar se qëndrimet antikushtetuese dhe antidemokratike të Ramës kanë detyruar Bashkimin Evropian të ndërhyrë drejt për drejt. Në Bruksel me fustanin e Lubi Ballukut. Ati komunikohet se ky qëndrim është aq i rënd dhe i papajtueshëm me shtetin ligjor, me kushtetutën, me standardet europiane, saqë do të provokojë zhbërjen e plot të procesit integrimit me Shqipërinë. Këthimin mbrapa të këtij procesi në vitin e firmosjes marrëveshjes tregtare 1992. Në fund, Berisha bëri thirrje për mobilizim qytetar dhe protesta paqësore. Qëndrimi i opozicës do të jetë protest dhe vetëm protest dhe në mënyrë revolt dhe vetëm revolt dhe në mënyrë kategorike asnjë vot.